është se Partia Demokratike dhe ai vetë nuk e hedhin dot Edi Ramën. Sot Edi Rama në rrëzon vetëm Edi Rama. Por tani, që në ra varianti Ramaduro, duhet ta durojmë ato dhe për sa kohë, sa ti teket dhe të bjerë vetë. Pak më herët një tjetër debat u nis dhe u ndes nga portalet e mërzitura dhe nga opozita. Amerika po na ishte vizat sepse ishin bërë narkoshtet. Administrata Trump ndërkohë rregulloi mënyrën se si emigrantët abuzonin sistemin e ndihmave. Mes tyre rezultonin dhe shqiptarët. Ndaj nisur nga statistikat dhe nga asgjë tjetër, qeveria amerikane pezulloi procedurat e emigrimit për 73 vende, mes tyre dhe Shqipërisë. Departamenti i Shtetit, më pas dhe ambasada këtu në Tiranë, sqaruan se nuk bëhet fjalë për vizat personale, turistike apo të biznesit, por vetëm për ato të emigrimit përhershëm. Por jo, zhurma vazhdoi. Ramaduro dhe klanet e drogës, sipas opozitës, po e fusin vendin ton në listën e zezë amerikane. Sigurisht që dhe kjo tezë rezultoi e pavërtetë. Por këtu ka pak vend për të folur dhe shumë për të menduar. Por ama mund të diskutojmë nëse këto veprime amerikane të fundit janë të debatueshme edhe për një vend kaq pro-amerikan sa që Shqipëria? Edhe për këto të flasim sonte. Sikla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Real Story. Sigurisht do flasim edhe për temi reagimet apo pasojat e deklaratave dhe veprimeve të fundit presidentit Trump, jo më larg se sot. New York Times botoi një mesazh që ai kishte dërguar kryeministrit të Norvegjisë, ku në farë mënyrë lindet kuptohej se për shkak se nuk i dhanë çmimin Nobel, pra qeveria norvegjeze nuk i dha atij çmimin Nobel, dhe ai nuk do merret më me paqen, po do merret me interesat e Shteteve të Bashkuara. Sigurisht nuk është qeveria norvegjeze që jep çmimin Nobel, është një komision akademik i caktuar. Megjithatë, këto janë veprime të cilat sigurisht po ngjallin debat, aq më tepër që sot fokusi është i madh te Groenlanda, tek ai ishull i madh në duke i vetmuar më shumë afër Amerikës Veriut se sa Europës, por që mund sjellë dhe një përçarje thuajse finale të NATO-s dhe një përplasje thuajse direkte me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimit Evropian. Por sigurisht do flasim fillimisht për vdekjen e Ramaduros pas asaj që ndodhi gjatë kësaj fundjavë, pra publikimin të ftesës që presidenti Trump i bëri Edi Ramës për t'u bashkuar bordit të paqes. Do flasim dhe për bordin e paqes, pasi dhe aty ka shumë dilemat e diskutime. Me mua sot në program janë Roland Bima, ambasador dhe diplomat. Mirëmbrëma zoti Bima, faleminderit që jeni me mua sot. Skënder Menxhozi, mirëmbrëma Skënder. Mentor Beqa, ekspert i shoqërimit ndërkombëtar, mirëmbrëma mentor, dhe Ergys Mërtiri, mirëmbrëma Ergys. Ramaduro Skënder. Që të thuash Sokol, është një histori që ne pa shohim me ulje ngritje, bë praktikisht është paqe vjetër sa edhe qëndrimi pushteti socialistëve, pra sulmi ndaj Ramës, dhe asocimi i emrit ti me lloj-lloj politikanësh, të supozuar kundërshtar, ngjarjesh që do ta rrëzonin, komplotesh që po luheshin diku, të dhënash sekrete që dilnin dhe pastaj zhdukeshin prapë. Pra, kjo është një gjë që ne kemi parë se si janë përfshirë fillimisht në këtë histori kristian-demokratët dhe konservatorët bavarez gjermanë, cilët sipas opozitës, kujtoj vite më parë, ishin ata që ishin kocka që nuk mund të kalonte dot Rama dhe që nuk e ndihmonte dot as Angela Merkel, kujtoj kohët e vjetra. Më vonë, kur sa herë që fitonte një djathtë në Evropë, shihej si një shans për opozitën që të merrte kolpo regjimi i Tiranës, domethënë, dhe të binin socialistët. Gjithashtu edhe çdo lloj rotacioni mbi të gjithë është rasti i mandatit të parë Donald Trump, kur u tha se tani Rama e ka keq punën sepse doli dhe thanë CNN, God forbid, zotin na ruajt, po të vi Trump. E megjithatë, nën zotin Trump, pra mandatin e parë të zotit Trump, Rama ka kaloi pa i hyrë gjëmbë në këmbë dy nga krizat më të mëdha politike të 13 viteve të qeverisje, që është ajo e çadrës në bulevard dhe që është ajo e dorëzimit mandateve, bojkotit. Pra, kjo është një histori që ne kemi parë, opozita natyrshëm është munduar të shfrytëzoj ngjarje rrethana reale apo të supozuara që të krijojë kapital politik, por kjo e vënjes së një shenje barazimi ose
e krijimit një paraleleje mes Karakasit dhe Tiranës ishte sforcuar qysh në ditën 1. Megjithatë, kjo lloj narrative duket se do të shoqërojë opozitën për sa kohë që opozita spari nuk gjen dot narrativ tjetër dhe për sa kohë që ajo udhhiqet nga ata lider të vjetër që dihet se vetëm këtë gjuhë dinë dhe nuk mund dinë një gjuhë tjetër. Ergyst, ne jemi mësuar me gjatë këtyre 20-25 viteve të fundit, por edhe këto narrativa të ndryshme që ngrihen për të rrëzuar. Dhe zakonisht këto narrativa që kanë sfond ndërkombëtar në një vend i cili është totalisht dependent, qoftë nga pikpamja financiare, nga institucionet tuaja, qoftë politikisht për shkak të orientimit që ne kemi për Shtetet e Bashkuara, NATO, Bashkimi Evropian, sigurisht narrativa ndërkombëtare zakonisht kanë sfond temit të ndjeshëm, janë sensitive, por ajo që të bën sigurisht përshtypje është, sidomos pas vitit 2021, këtej edhe ndryshimi narrativave të opozitës, njerëz sovraniste, më pas shumë pro-amerikane. Pastaj kjo e fundit ishte, sidomos pas shpikjes së termit të Maduro dhe pas temi arrestimit të Maduros në atë mënyrë si u bë, sigurisht ishte diçka e rrallë. Dhe befas mjafton publikimi kësaj ftese për të rrëzuar një kështjell të tërë të ngritur prej më shumë se 2 vitesh. Pak nësi e shikoj, unë se ndoshta... Dy gjëra mendojnë që vlen të theksohen, që janë të ndryshme. E para, mënyra si e përdor Rama këtë, dhe dyta, se ku ndodhet Berisha në raport me këtë ngjarje. Për mua nuk kanë arrit në një arritje Rama. Rama është thjesht kryeministri i Shqipërisë, i cili është vend aleati i SBA-ve dhe sigurisht si vend aleati i SBA-ve do jetë aty. Jam shumë dakord me ty. Sepse Trumpit dhe SBA-s dhe faktorin ndërkombëtar i duhet Shqipëria, nuk i duhet Rama. Patjetër, unë e thash në editorial. Ska asgjë personale me Rama. Ska asgjë interesante këtë mes. Por për shkak të kësaj narrative, Rama përfiton personalisht për shkak se kundërshtari që ka përballë thot pralla budallachka, domethënë të cilat e përballen atë shpeshherë me një realitet të hidhur. Berisha ka kohë që prodhon një lloj pralle, të cilën e ndryshon e modifikon në varësi të situatave të reja. E para dhe dyta, Berisha ka një tundim shumë çuditshëm që gjithë hallën e vet ta lidh me ngjarje ndërkombëtare. Domethënë e lidh me ngjarjet në Bangladesh, me ngjarjet në ku diun në ku ka për shembull kështu në Nepal. Domethënë ku ka kështu revolta ku ngrihen njerëzit në Bullgari, ku diun, thonë që ja po fryn era dhe ne pra ne jemi pjesë e globit dhe Berisha është pjesë e globit dhe gjithçka që ndodh në glob ka lidhje me Berishën. Domethënë është teoria që lëviz flutura një krah diku në matan oqeanit dhe ndodh butterfly effect. Efekti butterfly, po.